Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm Zgjohuni me ne. Data sot shënon 14 dhjetor dhe ne së bashku do të udhëtojmë pas në kohë, histori, art dhe kulturë. Do të vjojmë ngjarjet e paharrueshme që shënuan historinë. Në vitin 1819, Alabama u bashkua familjes së Shteteve të Bashkuara si Shteti 22, duke i shtuar një kapitull të ri historisë së këtij kombi të ri. Do të kalojmë në vitin 1900 kur Max Planck, një mendje brillante gjermane, prezantoi teorinë kuantike. Në ato moment askush nuk mund të imagjinonte se ky zbulim të ndryshonte rrënjësisht mënyrën si e kuptonin botën. Por ndoshta një nga momentet më emocionuese ka ndodhur në vitin 1911 kur Roald Amundsen arriti polin e jugut, duke triumfuar mbi natyrën në një garë epike për mbijetesë dhe eksplorim. E në vitin 1960, liderët e vendeve më të zhvilluara themeluan OECD-n, një organizatë që sot luan një rol kyç në ekonominë globale. Dhe në vitin 1995, Bosnia dhe Hercegovina firmosi marrëveshjen e Daytonit, duke shuar një nga konfliktet më të përgjakshme të shekullit 20. 14 dhjetori është dita 348 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 17 ditë. Ngjarje. 1822. Kongresi i Veronës, takimi i fundit i fuqive të Aleancës së Shenjtë dhe Britanisë, mbyllet me ndërhyrjen për të parandaluar një ndërhyrje të mundshme ndaj Spanjës revolucionare. 1911. Roald Amundsen, eksplorator norvegjez, së bashku me shokët të tij bën të parët që arrin në polin e jugut, 35 ditë përpara kapiten Scottit. 1920. Fataliteti i parë në historinë e fluturimeve civile për pasagjerë ndodhi kur një aeroplan rrëzohet mbi një shtëpi në Kirkland të Londrës, duke shkaktuar vdekjen e 2 pasagjerëve dhe 2 anëtarëve të ekuipazhit. 1939. Lidhja e kombeve përjashton Bashkimin Sovjetik për shkak të agresionit të tij ndaj Finlandës. 1962. Sonda kozmike Mariner 2 filloi të dërgojë në tokë informacionet e para të njerëzit në një planet tjetër, nga planeti Afrodita. 1967. Shkencëtarët e universitetit kryen izolimin e acidit ADN nga një virus i futur në një epruvet prove. 1993. Bashkimi Evropian vendos marrëdhënie diplomatike me Afrikën e Jugut. Ky është akti i fundit i një politike të re të bashkëpunimit pas shumë vitesh izolimi. 1995. Udhëheqësit e ish Jugosllavisë nënshkruajnë në Paris traktatin e paqes mbi Bosnjën. Në këtë mënyrë ju dha fund konfliktit më të rënd në Europë qysh nga mbarimi i luftës së dytë botërore dhe u hap rrugë mirat trupave të NATO-s për të lëvizur drejt këtij vendi të caktuar. 1996. Afro 150 student nga Novi Sad në veri të Serbisë arritën në Beograd pas një marshimi 80 km të gjatë në mbështetje të qindra mirave opozitarëve të cilët kanë manifestuar çdo ditë në rrugët e kryeqytetit. 1998. Një Filipinas i dënuar për vrasjen e një çifti amerikan gjatë një grabitje në Arabinë Saudite u ekzekutua në Riyadh. Ekzekutimi e çon në 27 numrin e personave të ekzekutuar gjatë këtij viti në Arabinë Saudite. 2018. Kosova bëhet me Ministri të Mbrojtjes. Kuvendi i Kosovës ka miratuar projekt ligjin për Ministrinë e Mbrojtjes. 2018. Deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës votuan 3 projekt ligjet që ndryshojnë mandatin e FSK-s në forcat të armatosura të Kosovës, përkatësisht ushtri. Tani do të flasim për personalitetet e lindura në këtë datë. Në vitin 1503 lindi Nostradamusi, një figurë misterioze që ka mbetur simboli profecive. Pastaj në vitin 1546 Tycho Brahe, astronomi danes që ndihmoi në vendosjen e themeleve të astronomisë moderne, erdhi në jetë.
Duke ka përshtyr shekuj në vitin 1895, Mbretëria e Bashkuar festoi lindjen e Gjeorgjit IV, mbretit të saj të ardhshëm dhe një lider në kohë lufte. Në vitin 1918, Shirley Jackson, mjeshtër e tregimeve misterioze, dha frymën e parë në këtë botë. Dhe për të gjithë dashamirësit e futbollit, në vitin 1979, lindi Michel Owen, një nga talentet më të mëdha të Anglisë, i cili la gjurmë të paharrueshme në fushën e lojës. Lindje 1503. Lindi Nostradamusi, astrolog dhe profetist francez. Në vitin 1555, a i publikoi librin e tij të famshëm të profecive të titulluar Shekuj. 1546. Lindi Tycho Brahe, astronom danez. A i bëri zbulime shumë të rëndësishme që ndihmuan në zhvillimin e astronomisë shkencore moderne. 1890. Lindi Mitropolit Vissarion Giovanni, i pari kishës ortodokse. 1936. Lindi Servet Pëllumbi, politikan shqiptar. 1979. Lindi Adelina Ismaili, këngëtare. 1988. Lindi Vanessa Hudgens, aktore, këngëtare amerikane. 1996. Lindi Tajna, këngëtare. Gjithashtu si çdo datë tjetër, edhe në këtë datë u shënua lam të mira të mëdha. Por 14 dhjetori nuk është vetëm një ditë festimesh. Në vitin 867, bota humbi Papa Nikollin e parë, një nga liderat më të fuqishëm të kishës në mesjet. Në vitin 1788, Carl Philipp Emanuel Bach, djali i madh i Johann Sebastian Bach dhe një kompozitor i shuar na la trashëgiminë e tij muzikore. 1947 shënoi ndarjen nga jeta të Stanley Baldwin, një burr shteti që udhëhoqi Britaninë në periudha të vështira. Në 1989, Andrei Sakharov, një shkencëtar brillant dhe një simbol i guximit kundër tiranisë sovjetike, u largua nga kjo botë. Dhe më së fundmi, në vitin 2013, humbëm aktorin legjendar Peter Ottole, që shkëlqeu në ekran me rolin e tij ikonik në Lawrence of Arabia. Vdekje 1799. Vdiq George Washington, presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitet 1789-1797. A i tregoi aftësinë e tij drejtuese në luftën amerikane për pavarësi. 1965. Vdiq Mitropolit Vissarion Giovanni, i pari kishës ortodokse. 1985. Vdiq Andrei Sakharov, fizikant i njohur sovjetik, i cili u ngrit kundër Kremlinit në mbrojtje të drejtave të njerëzit dhe të lirisë politike. 1990. Vdiq Friedrich Dürrenmatt, letrar zvicerian. 2006. Vdiq Đuro Politika, piktor kroat. Tani u të ndiqni rubrikën Ne dhe Shëndeti. Dafina është përdorur nga paraardhësit tanë për të përgatitur sapune, për të pastruar rrobat dhe enët e kuzhinës, veçanërisht në rastet e shfaqjes së epidemive. Romakët e lashtë e përdorin dafinën për të trajtuar sëmundjet e mushkërisë. Në ditët e sotme, vlera e dafinës shkon përtej dhe përfshin stomakun dhe veshkat. Këto gjetje fantastike kanë aftësi të detoksifikojnë trupin, ngadalsojnë procesin e plakjes, përshpejtojnë procesin e shërimit, mbrojnë organizmin nga infeksionet, mbajnë diabetin nën kontroll, përmirësojnë shëndetin e zemrës, reduktojnë inflamacionin, rregullojnë frymarrjen, përmirësojnë tretjen, lehtësojnë dhimbjet nga reumatizma, luftojnë bronkitin, parandalojnë gripin e shumë të tjera. Dafina është e pasur me vitamin C, B dhe A. Vitamina A është një antioksidant natyral që njihet për vetit në mbrojtjen e shikimit, por edhe mbrojtje nga kanceri i mushkërive. Dafina ka përmbajtje të saj në nivel të lartë të mineraleve si bakri, potasiumi, kalciumi, mangani,
hekuri, zinku dhe magnezi. Potasiumi ndihmon në mbajtjen nën kontroll të rrahjeve të zemrës dhe tensionit të gjakut. Hekuri është thelbësor në prodhimin e qelizave të kuqe. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tretës si diuretik, që ulin nivelin e toksinave në trup dhe reagon ndaj helmimeve ushqimore. Përmbajtjet organike të gjetheve gjithashtu ndihmojnë në tretje dhe qetësojnë stomakun. Përmirësojnë shëndetin e flokëve. Dafina ka efekt anti-inflamator. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtjet e tyre një element të njohur si partenolit, që reduktojnë irritimin në zona të caktuara që mund të jenë të prekura nga artriti. Dafina mbron zemrën. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtjen e tyre acid kafeik dhe rutin, dy elementë që japin forcë zemrës. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Parandalon kancerin. Kombinimi i fuqishëm i antioksidantëve që gjendet tek dafina mbrojnë organizmin nga radikalet e lira që shkaktojnë mutacionet e qelizave të shëndetshme në kancerogjoze. Këto përbërës parandalojnë një mutacion të tillë. Dafina kundër ankthit dhe stresit. Dafina ka një efekt lehtësues, çlirues dhe qetësues. Ajo përdoret kundër diabetit. Gjethet e dafinës kanë lidhje direkte me rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Konsumimi i rregullt i gjetheve rrezikun e sëmundjes së diabetit. Për biografinë e ditës së sotme do të kthehemi pas në vitin e largët 1503, ku në një qytet të vogël në Francë lindi Michel de Nostradam, njeriu që bota sot e njeh thjesht si Nostradamus. Ai erdhi në jetë një kohë kur Europa po kalonte përmes rilindjes, një epokë e zbulimeve të mëdha, por edhe e pasigurisë së thellë. Që në rini Nostradamus i shfaqi një kuriozitet të jashtëzakonshëm. Ai studioi filozofi, mjeksi dhe astrologji, një përzierje interesante që ndoshta e bëri atë të veçantë. Pasioni i tij për mjeksin u shfaq gjatë kohës kur bota po përballej me një nga sfidat më të mëdha, murtajën. Nostradamus i udhëtoi nëpër qytete dhe fshatra duke ndihmuar të sëmurët me trajtime që për kohën ishin revolucionare. Ai përdorte ilaçe bimore dhe këshillonte higienë, diçka e rrallë për epokën e tij. Por shumë njerëz ai ishte shpëtimtar. Por fama e tij nuk erdhi nga mjekësia, ishin profecitë ato që e kthye në një legjendë. Në vitin 1555, Nostradamus i publikoi librin e tij më të famshëm, Le Profetis, një përmbledhje me katrena poetike që thuhet se parashikojnë të ardhmen. Çdo varg i shkruar prej tij ishte i mbushur me mister, duke hapur rrugë për interpretime të pafundme. Disa thonë se ai parashikoi ngjarje të mëdha si revolucioni francez, rënja e Napoleonit, madje dhe luftën e dytë botërore. Por si arriti ai të shkruante profeci kaq të sakta? Nostradamus i shpjegonte se vizionet e tij vinin nga studimi i yjeve dhe nga një fuqi e brendshme e tij. Njerëzit ishin të ndarë, disa e shihnin si gjeni, ndërsa të tjerë si mashtrues. Megjithatë, ai gjithmonë ruante një aureolë misterioze, duke mos i zbuluar kurrë plotësisht sekretet e tij. Në jetën e tij private, Nostradamusi nuk ishte i paprekshëm nga dhimbjet e kësaj bote. Ai humbi gruan dhe fëmijët e tij nga murtaja, një tragjedi që e shënjoi përgjithmonë. Por ai vazhdonte të punonte dhe të shkruante duke u bërë një figurë dashur dhe e frikshme në të njëjtën kohë. Kur vdiq në vitin 1566, Nostradamusi la pas një trashëgimi që vazhdon të mahnit botën. Librat e tij lexohen ende sot dhe profecitë e tij vazhdojnë të interpretohen nga breza të ndryshëm. Disa thonë se ai ishte një njeri me vizion, të tjerë një mjeshtër i fjalës, por një gjë është e sigurt, ai mbeti një enigmë që sfidon kohën. Do të vijojmë me rubrikën kuriozitete ku sot të flasim për Nikola Teslën, ose më saktë me marrëdhënien që kishte ai me pullumbat. Tesla, i cili ishte i njohur për jetën e tij të vetmuar, shpesh shkonte në parqet e New Yorkut për të ushqyer pullumbat, por historia bëhet edhe më e çuditshme. Ai ishte veçanërisht i lidhur me një pullumb të bardhë, për të cilin pretendonte se kishte një lidhje shpirtërore. Një herë ai tha, doja atë pullumb siç një burr do një grua. Ajo ishte arsyeja ime për të jetuar.
Tesla besonte se kur pëllumbi i bardhë vdiq, një dritë e madhe shpërtheu në dhomën e tij dhe në atë moment ai e kuptoi se jeta e tij e punës kishte përfunduar. Kjo histori tregon një anë të papritur të gjeniu të madh, një njeri që ndërtoi rrjetet elektrike të botës moderne, por që gjithashtu gjeti ngushëllim dhe lidhje shpirtërore në një krijesë të vogël dhe të thjeshtë si një pollumb. Mikael de Nostradamus lindi më 14 ose 21 dhjetor 1503, vdiq më 2 korrik 1566. Ishte një parashikues dhe me reputacion që botoi koleksionet e profecisë që do të bëhet i njohur në mbar botën. Ai ishte i njohur mirë për librin e tij Los Profeties, edicioni i parë i cili u shfaq në 1555, që nga publikimi i këtij libri, i cili ka qenë i rrallë. Nostradamus ka tërhequr një pas një që së bashku me shtypin e popularizuar kreditë e tij me parashikimin e shumë ngjarjeve të mëdha botërore. Përfundimisht në vitin 1550, ai për herë të parë publikon një libër të vogël me predikime e cila përbëhej prej 12 pjesëve nga 4 rrjeshta më vonë të quajtur katrene, secili katren përmbante predikime themelore për vitin e ardhshëm. Libri hasi në mirëpritje dhe mirëkuptim të madh tek lexuesit, dhe kjo e nxiti Nostradamusit që të vazhdojë me botimet e tij. Deri në fund të jetës, Nostradamusi e mbajti traditën e shkrimit të predikimeve vjetore. Libri më të njohur, Centauri, Qindshja, Nostradamusi filloi ta shkruante në vitin 1554. Kjo përmbledhje e madhe e predikimeve për të ardhmen përbëhej prej 10 pjesëve. Në secilën pjesë saktësisht nga 100 katren, 7 pjesët e para i botojnë në Lyon në vitin 1555, kurse 3 pjesët e mbetura në vitin 1558. Këto 3 pjesët e fundit Nostradamusi i shtypi në ekzemplar të kufizuar dhe u shpërndau njerëzve të zgjedhur. Veprat e Nostradamusit janë ndër veprat më të botura në botë. Prej botimit të veprave të Nostradamusit në shekullin e 16 e deri në ditët e sotme, një numër i madh studiosësh janë përpjekur për të gjetur qetësinë e deshifrimit të centaurëve dhe të Nostradamusit, por pa sukses dhe jepen mendime të ndryshme. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 14 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët dhe dominim të diellit në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me mot të kthjellët në të gjitha zonat, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta kalimtare, kryesisht në zonat qendrore dhe jugore pa reshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 6 orë diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit her pas here deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 14 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët deri mesatar rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 14 dhjetor do të jetë në orën 6:52 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 7 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 4 deri në 9 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 14 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 14 gradë Celsius. Bera, 8 deri në 14 gradë Celsius. Korç, 2 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 13 gradë Celsius. Sarandë, 10 deri në 16 gradë Celsius.
Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 14 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët dhe dominim të diellit. Paraditja do të jetë e kthjellët dhe e ftohtë, ndërsa pasditja do të vijojë me diell dhe temperatura më të buta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 10 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 1 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 14 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 14 dhjetor do të jetë në orën 6:51 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 9 gradë Celsius. Podujev -3 deri në 7 gradë Celsius. Skënderaj -2 deri në 7 gradë Celsius. Pej 3 deri në 10 gradë Celsius. Prishtinë -1 deri në 7 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 9 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 9 gradë Celsius. Gjilan -2 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj 0 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik 0 deri në 8 gradë Celsius. Suharek 0 deri në 8 gradë Celsius. Prizren 1 deri në 8 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishemi sërish nesër në po të njëjtën orë.